Ka plot njerëz të cilët kanë thinja ose zbardhje të flokëve. Atëherë, çfarë mund të bëjmë praktikisht? Marrim afërsisht, hedhim në një gotë, për shembull, 30-40 ml alkool në 96%. Do të hedhim në të lëngun e një limoni dhe në të do të shtojmë afërsisht, le të themi 200 ml ujë. Kjo përzierje lihet kështu 3 ditë. Mandej fillojmë që sikur të lagim skalpin e kokës me këtë ujë. Dhe e lëm pas 3 ditësh, e lagim skalpin e kokës me lëngun e limonit, e lëm të thahet mirë dhe bëjmë një si masazhim, një si relaksim të flokëve dhe i lajmë flokët pas një gjysmore. Pasi thahet floku, marrim ekstraktin nga frutat e arrës. Për shembull, mbushim nga një lugë çaji, e hedhim në skalpin e kokës dhe do të vëmë re që pjesa që neve ngjyrosim, që e lagim me këtë ekstraktin e arrës, do filloj që të marrë një nxirje të lehtë. Këtë ekstrakt neve mund ta lëmë jo më pak se 30 minuta. Në këtë mënyrë, pra pas kësaj, po të lag këtë dorën këtu, për shembull, me pak ekstrakt, kjo edhe lëkurën e dorës fillon që ta ndryshoj pak ngjyrën e saj. Nëse do ta mbajmë kështu afërsisht tek floku, kjo do filloj me të vërtet jo vetëm që të më ushqej pak flokun, por të ngacmoj edhe folikulat, ato rrënjat e tyre, në mënyrë që elementët ushqyes të na kalojnë lehtësisht e floku, plus edhe nxirjes që do t'i japi kjo nga jashtë tubit të flokut, do të më realizoj një zbutje, një zbehje të flokëve me ngjyrë të bardhë. Mbasi i kemi shplar flokët pas 30-40 minutash, neve mund të marrim vaj kokosi, mund të themi sa 1 deri në 2 kokra lajthie, e përhapim mirë në dorë dhe mandej pastaj i kalojmë dhe i japim një masazhim flokëve. Çfarë mund të përdorim tjetër gjë? Veç këtij ekstrakti të arrës, neve mundet që të shfrytëzojmë ekstraktin e arve edhe në rastet kur lëkura fillon të pësoj një zbardhje të lehtë ose atë të vitiligos. Në këto raste, ne marrim një ekstrakt të fortë të arrës dhe e përdorim duke ngjyrosur, si thuash, të gjitha pullat e bardha të lëkurës me këtë ekstraktin e fortë të arrës. Që do thotë, merret ky ekstrakti, i largohet një pjesë e mirë e alkoolit dhe kjo pjesa si e nxirr, si katran i zi, vendoset në pjesën e vitiligos. Këto na ndihmojnë më së miri nga zbardhja e lëkurës, pra nga një lëkurë me ngjyrë të bardhë dhe lëkurë normale, paka shumë ngjyra e lëkurës edhe në pjesën me vitiligo do filloj që të afrohet dhe të barazohet me pjesën tjetër. Dhe le të vemi tek një histori me të vërtet shumë të lashtë shqiptare. Në një familje ndodh një fatkeqësi shumë e rënda dhe në fund të ceremonisë mortore duhej të përgatitej një ëmbëlsirë ku të ndahej, si thuash, hidhrimi me jetën, dhe njerëzit zgjodhen frutin e hidhur, kokrën e arrës së papjekur. Por që duhet të ëmbëlsohej që njeriu pra të shikonte përpara. Dhe pikërisht për idhëtirën e saj, për hidhrimin e saj që u zgjodh arra, ngeli që atëhere që kjo ëmbëlsirë e përgatitur me shumë kujdes për një kohë shumë të shkurtër, të ngelej si një traditë shqiptare glikoja e arrës. E si përgatitet kjo? Merren kokrat e arrës deri nga data 10 qershor, kur kjo të mos jetë kockëzuar dhe kur frutat të shpohen lehtë me thik ose me pirun. Pra, i shpojmë, në fillim marrim afërsisht me thik, presim fundin dhe majën.
Ka plot të raste që e qërojnë kokrën e arës, por unë do të thoshja mos e qëroni atë, sepse në cipën e arës së njom qëndron jodi dhe në brendësitë saj vitamina C dhe shumë mikroelemente tjera. Atëhere, për t'i marrë këto mikroelement kaq të domosdoshëm për organizmin, unë do të thoshja kështu. Për të gjithë ata që vuajnë nga tiroide, që kanë mungesë jodi, le ta përgatisin arën e njom në këtë mënyrë. Marrin frutin, e shpojmë me pirun, pra e shpojmë 2-3 herë kështu, në të tërë perimetrin e saj, dhe i vendosim në një kavanoz. Mandej, fillojmë këtyre arrave që ne kemi përgatitur kështu në këtë mënyrë. Nëse ne do t'ju shtojmë mjaltin, i mbyllim dhe i lëm në një ambient të errët për rreth 20-25 ditë. Ose, po ta hapim neve atë kavanozin, të kemi vënë re që kokrat e arrës ta kenë ndryshuar atë ngjyrën e tyre, pra kokrat ta kenë ndryshuar atë ngjyrën, dhe këtu neve të marrim një kokër në 2 ditë, ose pak nga mjalti që ndodhet në brendësi të kavanozit, sa një lugë çaj. Atëherë njerëzit fillojnë që ta marrin në mënyrë të vazhdueshme aq sasi jodi sa ka nevojë organizmi. Në këtë mënyrë ne do fillojmë të plotësojmë mangësitë e organizmit për jodin, por nuk ndalemi vetëm këtu. Në brendësi të këtyre kokrave të njoma që ndodhet jodi që është shumë i dobishëm për organizmin, megjithëse është një mikroelement, ndodhet edhe seleni, i cili përmirëson funksionin e tiroideve. Pra, që të dy këto mikroelement, ne i marrim sidomos kur kokrën e vendosim në mjalt. Nuk është mirë që në një kavanoz të hedhi më shumë se 3-4 kokra ara, për faktin se hap mbyll shpesh neve kavanozin, atëherë kjo do të na oksidohet, jodi. E prandaj, me 3-4 kokra, ne e hapim këtë kavanozin 6-7 herë gjatë një muaj, e mbarojmë dhe trupit i kemi dhënë jod dhe vitaminë C të mjaftueshme për mirë funksionimin e tij. Ky ishte emisioni për sot. Shpresojmë t'ju kemi ndihmuar me informacione për arën dhe mënyrën se si juve duhet ta përdorni atë në kushtet e shtëpisë. Çaju mori atë ngjyrën e floridit, e po ta lëm akoma, do filloj që të na afrohet tamam tek kjo ngjyra e arës.